Territori shqiptar për datën 21 maj 2026 do të karakterizohet nga moti ngrohtë dhe kryesisht me diell në ulësirën perëndimore, ndërsa reshje lokale shiu do të mbeten prezente në zonat lindore dhe jugore. Paraditja do të jetë me kthjellime dhe temperatura në rritje në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja sjell zhvillim vranësirash dhe reshje të izoluara në zonat malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 11 orë me diell në zonat bregdetare dhe qendrore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 15 deri në 26 gradë Celsius, Kukës 11 deri në 22 gradë Celsius, Peshkopi 12 deri në 19 gradë Celsius, Tiranë 12 deri në 26 gradë Celsius, Durrës 15 deri në 24 gradë Celsius, Kavaj 14 deri në 23 gradë Celsius, Elbasan 15 deri në 25 gradë Celsius, Berat 14 deri në 25 gradë Celsius, Korç 8 deri në 18 gradë Celsius, Vlorë 15 deri në 24 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri në 22 gradë Celsius, Sarandë 16 deri në 25 gradë Celsius.